Procesi ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit ka hyrë në një tjetër seancë të rëndësishme në gjykatën e posaçme, po ish deputetja e LSI zgjodhi të kundërshtoj pik për pik aktakuzën e ngritur nga SPAK. Kryemadhi, e cila bashkë me Ilir Metën akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, argumentoi se një pjesë e mirë e provave të prokurorisë janë ndërtuar mbi interpretime subjektive të mesazheve telefonike dhe jo mbi fakte konkrete. Sipas saj, organi i akuzës ka nxjerrë komunikime jashtë kontekstit dhe ka ndërtuar mbi to një histori që nuk mbështetet në prova. Një nga shembujt që solli ishte një mesazh ku shkruaj se një vendim ishte firmosur dhe shpërndar tek të gjithë ministrat, ndërsa përgjigjja e Ardian Shatkut ishte vetëm një fjalë: urime. Kryemadhi tha se SPAK e konsideron këtë komunikim si provë të një vepre penale, edhe pse sipas saj vendimi në fjalë nuk ishte miratuar nga Ministria Përgjegjëse dhe nuk kishte prodhuar asnjë efekt. Ajo shtoi se në akt akuzësh përfshirë edhe çështja e fibrës optike, ndonse vetë SPAK pranoi se kjo pjesë është e parashkruar. Sipas saj, kjo është bërë vetëm për të rënduar pozitën në proces. Një tjetër pikë ku u ndal ishte një komunikim i datës 11 prill, për të cilin pretendoi se është shkëputur vetëm pjesa që intereson akuzës, ndërsa është lënë jashtë i gjithë konteksti i bisedës. Kryemadhi këmbguli se nuk ekziston asnjë mesazh ku ajo të ketë ushtruar presion, të ketë dhënë urdhra apo të ketë premtuar përfitime në këmbim të vendimarrjeve. Sipas saj, në asnjë komunikim nuk gjendet një frazë që të tregojë ndërhyrje politike apo favorizim të paligjshëm. Më pas ajo solli në vëmendje një tjetër mesazh ku Ardian Shatku e pyeste nëse kishte folur me një person të quajtur Ëngjëlli. Kryemadhi ironizoi këtë provë duke thënë se në telefonin e saj ka disa persona me këtë emër dhe pyeti nëse SPAK ka hetuar se për cilin bëhej fjalë. Ajo shtoi se më pas akuza e lidh këtë komunikim me një raport të dërguar nga Ëngjëll Zeqo, por sipas saj pa asnjë provë që këto ngjarje kanë lidhje mes tyre. Një pjesë e rëndësishme e mbrojtjes së saj u fokusua edhe te komunikimet mes Ardian Shatkut dhe investitorëve. Kryemadhi tha se dokumentet tregojnë se ishte vetë Shatku ai që ndiqte procedurat dhe komunikonte me palët, ndërsa ajo nuk ka ushtruar asnjë ndikim në proceset administrative. Sipas saj, edhe emaili i dërguar ish ministrit Edmond Haxhinasto nuk përmban asnjë element ndërhyrjeje, por lidhet vetëm me ndjekje normale të një procedure administrative. Ajo kundërshtoi gjithashtu mënyrën se si SPAK ka interpretuar komunikimet lidhur me çështjen e kompanisë Unifi dhe Kartës Ekspres. Sipas Kryemadhit, prokuroria përdor të njëjtat prova për të mbështetur teori të ndryshme, duke krijuar kontradikta në vetë aktakuzën. Në një moment ajo solli si shembull edhe një bisedë personale të zhvilluar gjatë kohës që ndodhi në San Marino. Sipas saj, nga 10 faqe komunikime është shkëputur vetëm një fjali, e cila është paraqitur si provë, ndërsa është injoruar i gjithë konteksti i bisedës. Debati u bë më i fortë kur gjykata i kërkoi të mos ndalej në çdo komunikim të telefonit, por vetëm tek faktet që lidhen drejt për drejt me objektin e gjykimit. Kryemadhi u përgjigj se analiza e plotë është e domosdoshme për të treguar se sipas saj, provat janë interpretuar në mënyrë selektive. Madje ajo deklaroi se nëse do të lexonte të gjitha mesazhet për të rikthyer kontekstin, gjykimi mund të zgjaste 45 vjet. Në një moment nuk mungoi as ironia, kur gjykata i tha se dukej sikur ishte bërë juriste. Kryemadhi u përgjigj me humor se këtë zanat e kishte mësuar në pleqëri. Megjithatë, gjykata këmbguli që diskutimi të mbetej brenda kufive procedurial dhe të fokusoi vetëm tek provat që lidhen me akuzat. Në fund të ndërhyrjes së saj, Kryemadhi ngriti edhe një tjetër pikë. Ajo tha se në dosje ekzistojnë komunikime që përfshin edhe kryeministrin Edi Rama dhe funksionarë të tjerë publik, por sipas saj, ato nuk janë marrë në konsiderat nga organi i akuzës. Për këtë arsye ajo pretendon se analiza e provave është bërë në mënyrë selektive dhe se komunikimet janë përdorur vetëm aty ku i shërben tezës së SPAK. Procesi ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit pritet të vijojë me shqyrtimin e kundërshtimeve ndaj aktakuzës, ndërsa gjykata do të vendosë nëse çështja do të kalojë në fazën e administrimit të provave dhe gjykimit në themel. Kryemadhi u shpreh në GJKK se prokuroria ka përzgjedhur provat e përfshira në akuzë pasi ka lënë jashtë komunikimet me Edi Ramën, që sipas saj janë edhe më të shumta se sa me Ilir Metën. Ekzistojnë komunikime me Edi Ramën më shumë se komunikime ndërveprimesh me Ilir Metën. Pra janë komunikime që tregojnë ndërveprim mes meje dhe kryeministrit. Ktu është Edi Rama. Pse ndryshon standardi, ose e njësoj për gjithë provat, ose seleksionim për të shkuar tek akuzë politike. Janë përzgjedhur fragmente që i shkonin akuzës dhe janë përjashtuar ndërveprime të tjera, të njëjta si për ato të tjerat. Këto komunikime nuk janë konsideruar në akuzë, megjithse tregojnë sjelljen time institucionale. Asnjë prej komunikimeve nuk tregon ndikim të paligjshëm. Ato tregojnë se bisedimet ishin në kuadër të një procedure administrative, tha ndër të tjera Kryemadhi.